Një pyetje që nuk po më ka ardhur prej shumë shikuesve s'mu i mik. Pse e le Osamir? Pyetja që më është parashtu ma shpesh, deri tash edhe që ka ardhur maron me u përgjigj, edhe ka ardhur ma keq me u përgjigj. Po nejse, duhet patjetër me dhënë llogari edhe je para publikut të Kosovës, publiku i Kosovës don shumë. Po, edhe Rablomba, edhe më ka bo. Shqetësa, po. Loç, veç mos bjerë edhe ai. Jo, ai veç kujdes, ka do nimoni njerit. Nimoni njerit kameramanët na duan. Ashtu. Bravo. Super. Hajde. Po ma merr mendja që është një farë thojza obligimi, apedin, me që publikut ka dhënë çast shumë dashni, më u kthy me një sinqeritet me kallëzu çka ka ndodhur. Pse s'është marrë Arif Hikmeti në Osamir? Inshallah, ai publik e ka, nëse i intereson çast shumë përgjigja, inshallah është e vërtetë ajo që ashtu mendojnë ato, edhe pse unë po ja jap përgjigjen. Domethënë, ne nuk u morëm vesh për të vazhduar, nuk u morëm vesh fatkeqësisht financiarisht. Financiarisht. Po, këto ishin problemet pak më të mëdha. Edhe unë vetë kam folë për kolegët e mi cilët fatkeqësisht na kanë ullë çmimin, edhe na ullin vazhdimisht, edhe është problem shumë i madh kjo, që po na ndodh në shoqërinë tonë të aktorëve, komunitetin artistik, edhe dash Zoti që mos bëhen ato qashtu, të shiten me çdo kusht, se ai që e ka për të luaj, do luje derisa t'i jape shans jeta atij. Nuk duhet me ushit me çdo kusht, edhe duhet me ruaj nivelin artistik se cili prej kolegëve tonë. Gjithdo që t'jem matë kjartë pak, do me thonë, kjo është si puna e tregut lirë. Janë dy konkurent caktum, njoni prej tyne shkon ma lirë, tjetëri është ekstrem ma shtrejt, po do me thonë që... Jo, nuk është ekstrem ma shtrejt, është normal, qatë sa vlejnë. Qatë sa mendoj se vlej. Po, okej. Edhe nuk... Unë këtë zanat e bëj me qef, edhe e bëj me qefin matë math, edhe mendoj se e bëj me sinceritet matë math, edhe mendoj se vlej. Mendoj... Tash nuk... Vlenë se... Tash...